unë dola me i shok për kafe, ajo doli me i shoqe, në lidhe me anë qikimeve. Baba i saj nuk më donë të i shava tjazin në asaj, nusës time. Ne unë dam krejt kot. Edhe me dekë se ka problem, veç du me ponja të vajzët e mija me maru punën teme. Ajo ka frikë prej meje. Saliu me Jugoslavë, në shti. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim unë do hap dritaren për një 48 vjeçar shkodran, për Luanin, i cili ditën e sotme më tregoi një histori të rëndë që ai ka përjetuar në shtetin grek kur ishte emigrant përpara shumë viteve. U dashurua me një shtetase greke dhe solli një jetë 2 vajza, por i zhvjerri nuk e qasi dhe nuk e pranoi asnjëherë në shtëpi sepse nuk donte një dhëndër shqiptar dhe mbi të gjitha ai arriti qëllimin ta fuste në burg dhe ta ndante nga e bia dhe nga 2 mbesat e tij. Por çfarë ndodhi më pas do të jetë pikërisht Luani që do na tregojë këtë histori të dhimbshme ditën e sotme. Unë hap dritaren dhe e ftoj më njëherë. Luan, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Si jeni me shëndet? Mirë. Në fakt, nga mesazhet që kemi komunikuar të dy së bashku, ju keni një problem që kërkoni ta denonconi. Kam problem shumë të madh. Mund të ma tregosh për çfarë bëhet fjalë konkretisht i dashur Luan? Për fëmijët e mi. Për të 2 fëmijë, kam 8 vite pa i pa. Sa vite keni pa i parë? Kam 8 vite. Me durim, duro, me shpresë arri. Sa vite? Me shpresët e nanës, me shpresët e se votakon nanën, me shpresët se votakon në vajnë, me shpresët se votakon në një, se po merë mund telefon, unë kam mojt këtë numër, e kam mojt këtë numër, dhe në fund, e mojt këtë numër, nuk e heku këtë numër, si e kam dhënë avukatës tjetër, që ba me nëllë gjë, marrën këtë numër. I dashur Luan, sa fëmijë keni? 2 vajza. 2 vajza, qa moshe kanë vajzat sot? E kale 2001 në 2003. Në 2001 njëra dhe në 2003 tjetra. Sa vite ke pa i parë? Unë kam 4 vjeqe kam në njërën edhe 3 vjeqe tjetërën. Pas ke shumë vite pa i parë vajzat. Pa i pare kam në 4 vjeqe njërën e 3 vjeqe tjetër, po, kam shumë kohë, 20 vjetë, 21 vite, 20 vite afërsisht. 21 vite, po. Por, qëfar ka ndodhur? Mund të ma tregosh të histori, qëfar ka ndodhur me nënën e vajzave të tua me ish gruan? Ajo ka frikë prej meje. Saliu me Jugoslavë, në shti. Ka gjithë një Jugoslavë, aliu me Jugoslavë ka frikë prej meje. Se din që ku jeton? Gjyshin e vajt, gjyshin e vajnë e bast më kanë vrasë Serb. Atere, me sa po kuptoj, ish gruaja juaj është martuar në Serbi? Me Serbi, ka marrë një Serb, po nuk kalon mirë me te. Por ju, pse u e kam vitë Facebook, ka shkuj një fjanë Facebook që nuk kalon mirë, ma ka përkthy ajo vajza motres, ma ka përkthy e të thot që ka një lidhje, po jo interesante, nuk është lidhje joze. I dashur Luan, unë dua të pyes për jetën tënde. Ju aktualisht sa vjeç jeni? Unë jam 48. 48 vjeç dhe 100 vjeç. Përpara 20 e ca viteve, kur keni qenë 27 vjeç, ju jeni martuar. 27 vjeç, po, 27. Mund të më tregosh si e njohur me nënën e vajzave të tua në ato kohë? Me nënën se vajzë jam lidhur të një park kështu lojnar,
Park Fëmish. Ku, në Tiranë, në çfarë vendi e njohur? Po, në Greqi. Ajo ishte shqiptare? Ajo greke. Greke, si quhet? Ma kishte ngull synin mua aja. Si quhet ish gruaja juaj? Shtetase greke. Mirela Skopeliti. Mirela Skopeliti. Skupeliti. Ti u njohe me të me dashuri. Me dashuri. Dhe çfarë ndodhi mes teje dhe asaj? Mund të ma tregosh martesën që pate? Martesën që pata unë dora me i shok për kafe, ajo doli me i shoqe, edhe u shikum njani me tjetrin, edhe u lidhem bashkë më bani me shenja, u njani me tjetrin u lidhem me anë shikimeve. Ajo më donë të mu, nuk donë të atë shokun me kjo, nuk donë të atë shokun tim, donë të mu edhe ajo donë të me i shoku jem donë të me rrugë këtë tjetërën, këtë vajzën tjetër, pa ajo tjetëra nuk e donë të këtë shokun tim, edhe është gjalli mira, e gjalli bukur, ma i bukur se unë pilarë, më gjithë edhe ma i bukur se unë e gjalli. E po, dashuria ishte për ty. Shtetesa greke Mirela ran dashuri me ju. Ran dashuri me mu, më donë të mu, se unë isha ma anifje, isha ma i levishëm. Por ju dashurua dhe më pas u fejuat. U fejum, po. Ti në atë kohë në Greqi jetoje vetëm apo kishe edhe familjen? Kisha familje. Jetoje me gjithë familjen tënde në Greqi dhe në çfarë vendi të Greqisë, Luan? Në Marus të Greqisë. Por si e priti familja juaj kur ti u tregove se ishe dashuruar me një shtetase greke? Nëna jeme nuk vënd të re hiq, nuk donë të me adit hiq nëna ime. Nëna ime më lënë të rahat, nuk u prezinte me lidhjet e mija. Se unë shkosha në punë, vija nga puna, u takosha mas dite me kytë, e delshim me kytë, pishim kafe, nuk donë të dinte nëna as babaj. As babaj as nëna, kam pas edhe babaj atje. E qartë, por familja e Mirelës si e priti që një dhëndër shqiptar do hynte në familjen e tyre? Shpia Mirelës se piti mirë, ajo nuk donë të ama, thote mos bën gjatë, thote pa panën, pa u liu mirë me te. Pra, le të themi që ish vjera juaj nuk ishte dakord që një dhëndër shqiptar të vinte në familjen e tyre. Jo të vinte fëmijën të di, mos bën gjau më te, mos bësh gjëra, mos shkojnë E qartë. Bëj gjëra Marrëdhënie intime. Mos bëj marrëdhënie me te. Por çfarë ndodhi më pas, Luan? Pastaj mas 4 muajve bëra marrëdhënie me te. Prita 4 muaj edhe bëra marrëdhënie mas 4 muajve. Po, ju kishit nisur një lidhje dhe sigurisht që patët marrëdhënie me njëri tjetrin. Dhe çfarë ndodhi? Po, marrëdhënie flas s'diam kuptoni. Edhe pastaj babai saj nuk më donte hiq, babai saj nuk donte. Por që ditën e para, ai s'donte hiq në shqiptar. E kisha fshetës me tamën e sajun. E jati nuk dite gjë. Pra, ish vjeri dhe ish vjera nuk të donin vetëm thjesht fakti që ti ishe shqiptar. Po, vjeri, jo vjera. Vjeri, e qartë. Por ju e vazhduat lidhjen dhe pengesa e prindërve nuk e ndau dashurinë tuaj. Ne na bishin letra në shtëpi të bishin letra, u largoshim me ka ja, me ka i muj, u largoshim me ka ja, me ka 2 javë, me makinë, edhe na bishin letra në shtëpi, na hashin në shtëpi temë, na hashin letra.
Kush u asillte këto letra? Kush u asillte këto letra? Nëna e nusës. Pra, ti me Mirelën largoheshe me ditë të tëra, Po. ajo nuk njoftonte në familje. Dinim, shkoshim që ti që në për Greqi gjithkun. Shkoshim larg, në për ishuj shkoshim në për larg. Një, që më thënë, 7 orë larg, 8 orë larg, 9 orë larg. E kuptoj. Selanik në Turqi. Afër Turqis ndenë në kufinë në Turqi kam. E qartë, dy të rinj që ishin të dashuruar dhe shëtisnin dhe ishin të lumtur me njëri tjetrin. Qëtisnim. Por në momentin që Mirela largohesh me ty, se të donte, familja kur e mësoi që ajo kishte partner, ishit ju që ajo dashuronte. Kur e mësoi babai i saj? Baba i saj e mësoj, nuk e di kur e mësoj shpejt ai, pastaj e mësoj ai pastaj. Pastaj kisha problem se e thoa në Shqipëri unë në bazë. Eri nusë në Shqipëri, por në 2001 ka marrë në Shkodër me te. Në 2001 ti e solle Mirelën në Shkodër. Po, unë 2001 nuk e majme. Unë 2001. Por nëna dhe babai i Mirelës, më saktë babai, si reagojnë? Pa leje. Ti e solle pa leje në Shqipëri? Pa leje në Shqipëri. Po si reagoi babai i saj kur e mësoi këtë fakt? U çmë lënë makina e tij hajde se të vetë makinë tjetër më tha. Unë s'dojë se atër ishte koha që unë ndrymë për pasaportat, unë ndrymë për ata patentat, ishin koha që unë ndrymë për patentat shqiptarëve, nuk kalon të kërkush me patent shqiptare, u do të patent greke me kalu. Unë kisha patent shqiptare. E qartë. U do të patent greke për me kalu anej. Unë pagujta 200 euro, 200.000 drami, pagujta taksigji për me marrë makinë me ma kalu, me që me marrë makinë me ma kalu pinë. E qartë. E kuptoj, por kur ti u ktheve në Greqi, besoj u përballe me babain e Mirelës. Çfarë të thaj? Po, më kërkoj lekë të makinës. Direkt sa të kohë më kërkoj lekë të makinës. Se gjysët i kena pagu gjysën për gjysën. Gjysën i ka pagu gjysën nana jeme, gjysën i ka pagu baba i Mirelës. E më kërkoj kash njëri i mirë ka këtën aji, që me kuptimin e fjallës, kash njëri i mirë ka këtën aji, sa më kërkoj lekë. Nana jeme si ka varë në të iqë, asë më ka kërku lekë, nana jeme me iqë, asë i gja, a më kërkoj lekë të vajzë të me ta. Që unë e mora në Greqi, në Shqipni, e që tita gjithkun të në Shqipni, janë të në Shqipni në Shkodër. Janë të në Shqipni në rruga dhe në Shkodër. Kalat Shkodër s'kena kënë, në kalat Shkodër s'kena gjitha ato trapozarit që ishin shkru me kalosithat e në Greqisht, ishin shkru me Greqisht ata me shkunja greke, ishin shkru në taverno, që shkru me një restorant, kështu. E kuptoj që ti ke qenë shumë i dashuruar me Mirelën dhe e ke shëtitur, e ke sjellë në Shqipëri dhe i ke treguar dhe Shkodrën tënde të dashur. I dashur Luan, marrëdhënia me ish-vjerrin tuaj, se me sa po kuptoj ai ka qenë pengesa e gjithçkaje, edhe kur bët martesën. Ai nuk të ka dashur që në ditën e parë, kur e ka mësuar që vajza e tij shoqërohej me një shqiptar. Jo, nuk donte. Por si vazhdoi kjo marrëdhënia juaj me ish-vjerrin? Kështu ju gjithmonë nuk flisnit me njëri tjetrin? Nuk flisni me vjerin kur. Por ti shkoje në shtëpinë e tyre? Unë shkoja fshera zi, kaloja muajnë e ata Kangjela. Kangjela të di ku gjithën Kangjela. Po, që rrethojnë shtëpinë. Kangjela nga Hekri. I kaloja ato, edhe shkoja në vëmën e saj. Sepse babai i Mirelës nuk të pranonte që ti të hyje në shtëpi? Nuk pranonte, jo.
Ai nuk e pranoi asnjëherë dashurinë tuaj? Vetëm një herë më ka pranu, vetëm një herë më ka pranu. Dashurinë tuaj nuk e pranoi asnjëherë. Jo. Por çfarë ndodhi më pas? Sepse ti u martove me Mirelën, nisej një bashkëjetesë. Ti e mori në shtëpinë tënde Mirelën apo morët një shtëpi me qirazi e tu? Fitime, që javën e morë shpejtu. Ti e mori në shtëpinë tënde, por Mirela shkonte te babai dhe tek nëna, ata e pranuan si vajzë? E pranoshin. Vetëm ty nuk të pranoni në shtëpi. Jo. E qartë, e kuptueshme. Por si ishte jeta jote me Mirelën? Sa vite qëndruat bashkë të martuar? 9 vjet. 9 vite të martuar dhe jetuat së bashku në Greqi ku u bot edhe prindër të 2 fëmijëve. Si ka qenë jetesa jote me Mirelën në 9 vite martes, Luan? 9 vite martes, bërim edhe fjalë ka herë, pun koti. Kur themi Gjelozie. ishit ju xheloz ndaj asaj apo ajo ndaj jush? Të dyve. Të dy, edhe ti xhelozoje dhe ajo xhelozonte. Po. Të dyve. Ajo gjeloz, unë gjeloz. Gjelozojmë si njëri si tjetër. Unë ja hallë që asaj, ajo ma hallë të mu. Ju sollët një jetë vajzën e parë në vitin 2001. Si ja vendosët emrin? Angeliki. Emrin e vjerës, se vdiq vjera në 60 vjeqë, vdiq e re vjera. Dhe sot i bie që Angeliqia tjetë 24 vjeç. 24 vjeqë. Ndërsa 24 vjeqë të konaka? aq i bie tjetë. Mbush 24 vjeç. Po. Më pas sollët një jetë dhe vajzën e dytë në 2003 dhe si ja vendosët emrin? Dhafni. Por çfarë ndodhi Luan mes teje dhe Mirelës që ju u ndat? Ne u ndam krejt kot për analizët qicat e vaksinës që kishte jati, kishte ndro bravën e shpis ti, e kishte ndru bravën a i shpis, e kishte lanë qicat e ndosha me marrë librezën e vaksinave. Të vajzave? Librezën e vaksinave ba vaksinat e fëmijëve. Po? Edhe aji e kishte ndru bravën e shpis. E su isha e marrë librezën e vaksinave të fëmijëve. Aty i shava unë të shpia ime, i shava në babën të nuk, kur shka të shpia, i shava tjatin në asaj, nusës time. Pra i natosur pse e gjete derën e shtëpisë kyçur të vjerit, ai kishte ndruar bravën dhe ti nuk mundet dot të merrje vaksinat, fletoren e vaksinave të 2 vajzave, ti shkove dhe e shave ish vjerin tek vajza. Po. Edhe atë ditë me mërë një klient telefon për punë. Po? Në kishte 24 orë në non-stop. 24 orë forgon im, kisha forgon por transit malë, makinë të malë por transit, edhe shkunde 24 orë një non-stop. E qartë, po? Edhe mori në orën ishte ora 10 darkë, 11 aty, me në telefon edhe për punë. Po ajo puna ishte 10 minuta, një qere kohë dhe të mirësha 56 euro. E qartë, e kuptoj. Edhe 7 euro. Po atë e kisha mujore unë bide, pële e kam pas mujore atë. E kisha 15 euro në muj. Por 15 euro në muj, pa shku hiq atje, vetëm sa shkosha mersha leket edhe iksha. e qartë. Vetëm sa shkosha mersha leket edhe iksha. Po ditë u bukua ditë, morën telefon, tha Elvis, u buku, tha Elvis.
Edhe shkova vetë me ba punën, edhe i them nusës, sa po vjen me mu, jo tha nuk do vi me ty. Aty unë dzeva vetë i fije, edhe i thash nusës, hajde me mu, i thash anë këte i qëkën deshe. Unë deshe me dalë nusën, e i thash po hajmë dhe i drejt dark, po hajmë i dark jashtë, ke thash vetë, po hajmë dhe i dark jashtë. Pastaj i thash veta, i kisha kam ta, unë kisha arë nga puna. Unë kisha arë nga puna dark, i the vetë, në veni kohë me ujtë të ngrohtë, i the veta. I kohë me ujtë ngrohtë. A ti ka me të hatëri në nëndës teme. Pse? Se i thash, pse i the pa nana jeme, pse i the me ujtë zetë pa nusesa. Por si u ndat ju të dy, se s'po e kuptoj Luan, po më tregon ngjarjen, por nuk po e kuptoj si e ndar ti me Mirelën. Unë me Mirelën u ndam atë natë, mastaj fjetën barë, u shtrinë në fjetë, u qumë në senare, nuk e gjeta në shpi. Kishte marrë vajzat dhe kishte ikur. Kishte ikur. Por unë mendoj që ka pasur diçka më shumë që ja ka vendosur të largohet nga ty, se shkaku pse nuk erdhi me ty në I shava punë. jatë, i shava babën, i shava këtë babën. Po, Nuk shkova të puna, e lash punën, e huma atë punë. por në E momentin huma se e kisha mujore, ma tregove që kisha atë punë mujore dhe ju lute edhe Mirelës atë ditë që të vinte me ty. Por po atë ditë ti i ke sharë babajnë nuses, ajo si reagoi në momentin që ti e ofendove babajnë e saj? Nuk fliste shumë. Kur u ngrite nga i gjumi dhe pe që nuk ishte Mirela me fëmijët, çfarë ndodhi? Besoj e ke telefonuar. Ja, unë i kanë punë, i pare, u zgjova i pare unë. Po, kur erdhe në shtëpi. Unë i lash në shtar, në gjumë, Por kur erdhe nuk i gjete në shtëpi. Nuk i gjeta në ty, prita, ma mori mendja se do vënoj një ditë të ditë, unë sa se po vënoj një ditë, aja vënoj 4 ditë. Dhe pas 4 ditëve të telefonoj? Jo, së më telefonoj, asë më duk kërkon, o bëna me lujtë me që më telefonoj vjerri, e më thash, mitë s'kemi pa kur, tha, mitë. Por Mirela ishte kthyer te babai i saj. Po, në mitë nuk të shikosh kërkon. Atërë u mora veç, i thash, pëtë se po të vitash vetë të shpia, tarra i tërë të shpia, i thash veta. Marë njën sin tim, edhe kunatin e vlajt. Shkujnë të shpia, kontrolum të shpia, nuk e gjetëm të shpia, kërkun shpia mra, nuk ishte kërkun as një në të shpia, si ishte kërkun të shpia, kontrolum shpia komplet nuk gjetëm kërken, të shpia ka shpia dikaqet madhe, shumë të madhe, edhe kontrolum komplet shpia nuk e gjetëm kërkun të shpia, edhe shkujnë të garajji, gjetëm garajjin. Të garajin makinë, hava garajin e makinë, dhe gjeta që po mbjen zërën e thanë gja porno kaseta. Që i mbante i zhviri juaj. Të vjerë jeme. Ta që dëne që merë vajzën e madhës, merë vajzën e vogël. Kërkon të erdi e mori vajzën e madhës, mori vajzën e vogël. Si mori të dhja, mori vajzën e madhë. E më thamë mos mund që mojë të dhja, mund të pajnë vetëm të madhë. Qëmë të punë, vajza vogël bëtë të veprimet qia. Në shpi. Por pse? Se kjo është e rëndë. Ty dyshon se i zhviri mund të ke tentuar me mbesën? Po, është e vërtet ajo, është e vërtet. është jam 1.000.000%. Se fëmija vajza jeme bëndë të veprimet që janë shpi. 4 vjeqe po bëndë të veprimet që janë shpi. Bëndë të veprimet që janë shpi. Por në momenti që ti kishe këto dyshime dhe mbi të gjitha gruaja ishte larguar me 2 vajzat nga shtëpia jo. I bërtiste, uli kam ti thote, uli kam. A e denoncove ti në polici i zhvjerrin tënd? Jo, nuk e denoncova. Denoncova gjam.
Por çfarë ndodhi më pas? Me pas ndodhi që unë shkoj dogja makinën, një dogja makinën, vaj e njëm si jemi dogja i hoj benzinë, e mjëve me benzinë, e lidhe makinën me benzinë, i vuni edhe atë kompresori, i futi mërën të gazi makinës, të saburatori makinës, edhe nimëci jemi bane këtë punë, i vuni hadhi benzinën, e mushë me benzinë, e pojë benzinë gjithë dërsa punati vajt nezi qakmaku, njëtë kone i ika, e i doli jarë, nezi qakma i isha mrena, nezi qakmaku edhe gajsa su kave më flakë të tante ishte në në garajë. Pra, e u kapa flakë, unë u kapa flakë, të flakë. Kemë të shpërthi men, të metë dy men, të gjekë të dy men. por pse e bët? Të gjekë të dy men. Luan, pse e bët këtë veprim? Që ish vjerrit së bashku me kushuririn tënd, Se gjitha po në kaseta, por pasi ti i dogje makinën ish vjerrit, besoj ai të ka denoncuar në polici? A i më denëncoj, erin për i ikau në makinë. I thash, do have pushë në makinë, i thosha polici. Ata 10 mijë i shashin polici se kishin pi, mora një shishe uiski, Gjakdanet, edhe po pishin Gjakdanet së rrugës, edhe po eshtin për në autostradë. Për drejt 3 orë lërë gafinë, 4 orë lërë gafinë. Por 3 orë lërë gafinë. u arrestove nga policia? U dërzova vetë. U dërzove vetë në polici dhe me sa u dënove në shtetin grek? U dërzova vetë, unë në dërzova 6 vjetë. 6 U vite. bëna 3 vjetë. 3 vite burg bëre. 3 vjetë po, shikjo si a ligji atje, shiko si a ligji. 5 vjetë e poshtë, të ljarë, e keme det pageset. Po. 1 vit ma sipër po t'ishte, unë e mora 6 vjetë, 1 vit për 1 vit, ta me që e mora ma sipër, Do krye dënim. Nuk është kam det me dal jashtë. E qartë, kupton? e kuptova. Ti u dënove me 6 vite dhe vajte në burg dhe kreve 3 vite. 3 vite, Nëse po. do ishe dënuar me 5 vite, mund të pagoje këtë dënim në formë gjobe. I dashur Luan, ti kreve 3 vite burg, pasi dole nga burgu, ç'a ndodhi me jetën tënde? Me jetën të unë fillova punën prapë, bleva makinë direkt, sa vjari bleva makinë, direkt, bleva makinë, ku i gjithë lekë, thamë. Ata ku desin se kisha lekun, isha milionero. Unë lekë që kisha fitu me punë, bana një punë 3.000 euro. Bana një punë, sa ma va një shok një punë, si shok, ma 3.000 euro një punë. Por kur ti dole nga burgu, a kishe kontakte me ish gruan dhe 2 vajzat? Jo. Ti mbaje kontakte vetëm me ish vjerin? Me vjerin. Po a mësove ti se ku jetonte Mirela me vajzat? Jo, nuk e dija, po të dija të shkoshan, po të shkoshan të vajzat e mija. Por ti nuk denoncove në policin? Kërkutan në Greqinë, unë kam kërkutan në Greqinë. Unë ku kam dërë për lajës, që kam marrë 3 lajën e parë, ka kënë festival këshu fëmijës, e shikosha për fëmijët, mos qau këtë në epidemi edhe u ban refleks këtë. Por, i dash Luan, nuk denoncove në policin greke që gruaja ishte larguar me fëmijët dhe ti s'kishe kontakte me fëmijët? Bona gjyqë, gjyqë. Po, je drejtuar gjukatës dhe çfarë vendosi gjukata në Greqi? Gjukata vendosi, gjukatësa jeme ka bë një veprim të keq. Të dënohet nusja 3 muaj, e të pagu 1.500 euro gjobë, bërë se mi pru fëmijët. Po mos më bite fëmijët, do dënohet të 3 muaj burg, edhe 1.500 euro gjobë me milan mu, ata lekë. Por, çfarë ndodhi? Teta nuk e di.
Ti fëmijët nuk i takove, a u dënua Mirela? Mirela nuk u dënua se ajo ishte gjyqi që bani ajo. Pastaj më tha mund është një ligj tjetër, më tha mund i ke drejt me na javet, të bësh një kërkesë me na javet, që ti shikosh fëmijët. Me na javet. Tash të sa të bëj gjyq, se gjyqi unë 8 muaj. Po. Sa të përfundon të gjyqi, të bëjë një kërkesë që takoje fëmijët, i takove i dashur Luan? Unë dashje, unë kërkova, unë shkova, unë e disha që ishin të premte. Edhe unë tajten, u bëjë gjyqi tajten. Edhe me nusë, avokatja në telefon, e më thot telefon, me bizdit në telefon, bizdit mori në telefon. Me në mëgjes, ose ma heret, ose ma shpejt, ose ma... Ti e humbe gjyqin, e qartë. Me më lajmëru, hajde në gjyq, avokate ti e kam të sabit avokate, unë e di që atë avokate e me ka kene pagume për tyne, e di që më përti që më ka ba, avokate e me ka ba të në nëzit. Avokate e me ka ba të në nëzit. Të në nëzit me ka ba avokate e me. I dash Luan, e kuptoj që ti u nise dhe BTS ligjore për të takuar vajzat e tua, e humbe dhe nuk i takove dot vajzat. Dhe sa vite qëndrove në Greqi dhe kur u ktheve në Shqipëri? Mi u ktheva në 2013 kura kriza. 2014. U ktheve në Shqipëri? Po, në 2014 kura kriza. Ndërkohë që ish grua juaj Mirela, nuk të kontaktoj asë njëherë që momentin që iku nga shtëpia jote. Jo. Njëherë kam fol nga burgu me te, Dhe çfarë të tha kur ti ishe në burg atëre për shkak se i dogje makinën, ish vjerri da i të denoncoj? A i ke fmit aty, shlasme fmit, jo, tha, nuk i kam këtu, tha. E tha, shumë njët kora dera, gësita zhur, piva zhur. E tha, mos po më në mesen, mëse më kap me mëse më zdosha, o rusha. Edhe i tha shumë, mërë për 10 minute, dhe me që po have dera dhe mos ba në i transferim. E qartë. Have dera ba transferim. Dhe kishe frikë se mos të kapni celularin që kishe në burg dhe po flisje me gruan tënde, e kuptoj. Po, ajo. Edhe nuk mori ma. Telefoni ishte shumë i gatrum, telefoni ishte me bateri me një telefoni shevoj të të matë. Telefoni shumë me bateri të vume. Ajo ishte telefonata e fundi që Mirela bëri me ty kur ti ishe në burg. Po. I dashur Luan, ti erdhe në Shqipëri, në Shkodrën tënde të dashur dhe aktualisht jeton në Shkodër, nuk e vazhdove jetën tënde të martoheshe dhe të krijoje familje? Jo, nuk e kam pas me qërë. Pse, e përjetove shumë ndarjen me Mirelën? Me pata qërë mu martu, po pastaj miku nga qërë. Kur e pa se si janë gjanat, Aktualisht me kë jeton në Shkodër? Shkodër jetoj me babën të. Nara e vaj ka në Greqi. E qartë, nëna me vllajin ton Greqi ti jeton me babajin. I dashur Luan, të ka marrë malli për dy vajzat e tua? Po. Ajo, sas nuk bëhet fjalë. Nuk kam që me thanë. Nuk kam fjalë me thanë. Ju keni mësuar se... Se unë pasaj unë po i pa vajzat të maraj, se kam problem, edhe me djetë se kam problem. Veç du me po një ta vajzat e mija me maru punën të eme. Luan, ti ke mësuar se Mirela është martuar me një Sërb dhe jeton në Serbi dhe ndoshta dhe vajzat i ka marrë me vete. Si e mësove këtë informacion ti? Unë ka pru letra, në shpi. Letrat që të ka dërguar Mirela? Po. Dhe çfarë të shkruante në ato letra? Ato letrat ishin gjyqit, tana mund ndamja,
ka bërë fëmijë të ret, ka bërë fëmijë të ret, e njëftësinë e fëmijë të ret e ka vështirë me e marrë. E ka shumë vështirë me e marrë. Në ato kohë që ti ke qenë në gjyq për vajzat me Mirelën, ti ke mësuar që ajo ishte martuar me një shtetas tjetër, Ka martuar, ka bërë bashkëtesë. Po, se ishte martuar me ty dhe priste të bënte divorcin me ty që të bënte martesën me shtetasin serb dhe kishte bërë edhe një fëmijë tjetër. Po, ishte bërë edhe fëmijë tjetër. Por ajo jetonte në Greqi në ato kohë, jo në Serbi. Greqi. Por si ka mundësi që vajzat nuk mundet do t'i takoje në asnjë moment kur jetove në Greqi? Smujta. Kërkoha kam kundërlu gjithë kund, të në shkolla, deqet, bire, kam marrë namin, kam bërë namin. Kam shku kam mjek vjarin, i gjitha shpin vjarit, e kam bu vjarit e këshu, kompjuter në ten me njek me makinë, me se ku po shkon me makinë, i kam bu këshu GPS të vogët për me kundërlu se ku po shkon me makinë, nuk ka shku kërkun të fëmijët e mi. Ato që ruan sot janë fotot e vajzave. Fotot e vajzës, po. Vedon fotot, ato ka fotot që i kam në këpla. Ndosha me edicion ba 54 vjeqe. Ndosha me edicion kanë jetën. A kanë të mirë, a kanë të keqe. Mila një të shkritimi, së një jam i smur, edhe ka mundësi të vdesë, edhe smur, lartë qoftë. Luan, çfarë problemi ke me shëndetin? Kam një smunje që i smunda, them. Je diagnostikuar me një sëmundje të rëndë? Është rëndë është ajo. Është rëndë shumë e rëndë. Është shumë e rëndë. Jeni diagnostikuar me HIV/AIDS? Po. Është shumë rëndë, po piva alkohol, unë piva alkohol, ajo nuk kap një ndaqet me alkohol. Po, s'duhet të pish alkohol. Unë pija alkohol, prandaj. Luan, më vjen keq, por sot shkenca ka përparuar dhe shumë persona që janë të infektuar me HIV/AIDS, me SIDA, jetojnë. Mund të marrin medikamente dhe ilaçe dhe të bëjnë një jetë normale. Jetë normale, po e bojnë, po unë pija dhe nga mërzia pija dhe alkohol, ja hadhin alkohol, jam vetëm, të shqipova kam ikë me të 8 mëjtë, unë vetëm në fi që kam e baktu. Që të bëj? Sa vite keni që jeni diagnostikuar me HIV/AIDS? Nuk e mojnë në për zote, nuk e mojnë. Një 4-5 vjetë, 6 vjetë, 4 vjetë, 3-4 vjetë. E keni marrë në përmjet marrëdhënieve seksuale apo ndonjë seksuale. Seksuale e më ka një, kam frikë që më ka një të njëna. Apo sa fat. A keni infekt? Po që e lash atë vajzën, ajo vajza ka qenë Gadugatini, e lash, ajo bën jetë mirë sot, ka gjithë fëmijë, bën jetë shumë mirë, shumë bukur. Në dinin tuaj, ju keni infektuar vajzat të tjera? Jo, asnjë. E qartë. Mirë, se nga një temë dolëm në një temë tjetër dhe nuk dua të lëndoj. Asnjë, ase kam nërmen. I dashur Luan, mendoj një moment që dy vajzat e tua, se gjithë qëllimi i këtij live janë dy vajzat e tua që ty të ka marrë malli. Mendoj sikur i ke përballë, sikurse më ke dhe mua. Çfarë do i thoshe dy vajzave të tua që sot janë në moshë madhore? Besoj e ke një mesazh për t'ju përcjell atyre. Ka marrë malli për ju. A ju du fort kaq qatë. Keni mungu shumë. Shumë, që s'ka ma, s'doran ma bota, s'doran ma kjo botë, sa ka ndëru. Dhe të besoj, dhe unë të uroj me zemër që të takohesh, t'i njohësh vajzat e tua, të kesh kontakte me to, të uroj jetë dhe shëndet dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Të falenderoj dhe të përshëndes nga Tirana, Luan. Në mirë partin, faleminderit.
Mirë, e dëgjuam historinë e këtij babai, e këtij 48 vjeçari shkodran me emrin Luan, i cili fatkesisht sot është infektuar dhe me HIV/AIDS, një tjetër plag për shëndetin e tij, le të themi, por plaga më e madhe për të është humbja kontakteve me dy vajzat e tij, ku njëra është 24 vjeç dhe tjetra i bie ti diku te 22 vjeç. Ne urojmë me zemër që ky baba të bashkohet sa më shpejt me vajzat, dhe pse është e vështirë që ato të ndjekin të live, sepse ka nënën shtetase greke, janë lindur në Greqi, jetojnë në Greqi dhe jam e sigurt që nuk din asnjë fjalë shqip. Por ndoshta shqiptar që mund të kenë takuar në jetën e tyre, që mund të kenë miq dhe shok, mund të tregojnë për këtë program dhe ndoshta e ndihmojnë t'ja përkthejnë dhe ta dëgjojnë dhe vajzat të reagojnë. E urojmë të ndodhi mrekullia pikërisht tek Luani. Mirë të dashur miq, ne sot kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar, kërkoni të ndani një eksperiencë të bukur, të jepni një mesazh të bukur, mos hezitoni të më kontaktoni në numrin tim të telefonit 069 9955 698 ose të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë zyrtare e kanalit tim tashmë në YouTube Odeta Dumemandro, ku çdo paradite jam live me këto histori shqiptare. Faleminderit dhe mos harroni, takohemi nesër ora 10 në të njëjtin vend këtu në YouTube.